Zakonisht nga përvoja jote në teren, a ka nana që insistojnë të mbajnë foshin e gjithonja, apo po bie numri tyne? Po. Po bie numri? A ka nana që insistojnë me mbajt. Ka shumë nana që insistojnë me mbajt bebën në gjithë. Dhe kjo është një lajm i mirë shumë. Po, fakt është edhe një vështirësi se nanat ndikohen edhe prej informatave që nuk janë as pak të sigurta, nuk janë as pak të sakta, edhe ndikohen që mandej me ushqyme qumsht formull. Po na gjithherë e kemi prioritet gjithonjen, gjithherë promovojmë gjithonjen edhe mundojmë sa më shumë që nanat me insistum nanat me mbajtë në gjithë. Po. Lisi, do doja të dija se ka raste kur vinë infermierët nga tereni dhe tregojnë rastet. Kjo nanë po e vendos foshnjën në qumsht shtesë, sepse mendon që nuk ka, a i fokusoni në prioritet vizitën e dytë të këto nana që me insistu mës me hek për gjinit? Pa tjetër që po. Në fakt, në momentin, kjo është edhe ajo lidhshmëria që e kemi si ekip, gjë që i falenderoj shumë edhe infermierët janë të mrekullueshme, edhe në momentin që e identifikojnë një rast të tillë, që është i luhat shumë ta themi. Fiks, ne do me thonë fokusohemi që të ajo familje derisa të mbrim atë qëllimin që na e kemi vendos, çdo ditë do shkojmë tek ajo familje. Po këtë mas leti se normalisht nuk mundem veç mi thonë po vim çdo ditë, ashtu, po gjithmonë e thrasim dhe i thonë që tek pjesa jonë që i koordinojmë vizitat, ne kemi për detyrë me ardhë 3 ditët pas lindjes. Do më thonë duhet një farë me bo një farë ashtot logjike se si me ju qas asoj nane në këtë rast, se djetë që është goxha stresuse edhe shumë mirë na mirë presin, edhe pastaj deri më tani gjithmonë kemi arritë atë që e kemi synu. Sa mirë. Mandej vinë edhe vetu e po, adim punën. Edhe vinë edhe vetu e po, sot përkushtune jëmë infermierët edhe arritëm atë ku e kena qëllimin punë. Që gjithmonë me asistute gjithonja. Që nona me ka pos raste që mas disa ditëve e kanë këthy fëmijën në gjithonje. Që e kanë ndërprej nona gjithonjen, edhe ka thonë nuk moj mo, nuk kam, mandej keni me vazhdimisht me vizita tona që i kanë bojë infermierët kanë arritë me këthy fëmijën.